kurtit që të fazë, sepse i ka sfidu shumë haptas subjektet politike të cilat e kanë pas problem emrin e tij. Pra, ai këto jo thot qartë, mos u friksoni se në zgjedhje kemi me shku. Nuk shkon në 2-3 muaj. Aman, s'po më doni mu, të bujmë dikan tjetër, të bujmë një qeveri kalimtare, se ndore kanë kur duhin me rëzue beni. Qeverin kalimtare ka që dash me shku me pyt kam po tani me po ministrë. S'është fair, nuk është fair. Pro, po ju thot, hajde s'po qujmë kalimtare se pju dhem, po e bojmë një qeveri e cila ka me kalu bugjetin, ka me kalu ato marrëveshje ndërkombëtare. Pa ja shkon me marrëveshje, Xhavet. O pedi, o ti zotris po dojnë marrëveshje se janë bllokuar si kur ju këtu marrëveshje, Xhavet. Po çfarë marrëveshje po dojnë? Alternativë, hajde po në qeveri të bashkët i kanë alternativa. Pse ke më bëjka? Sepse ky ka 42.3%, prandaj buxheti e boni qeverin. Po shkojnë zgjedhje, po ani që kjo është zgjedhja. Po që kjo është zgjedhja, më shkon zgjedhje. Jo me bleko. Po me shkon zgjedhje, po na dëmtoni venin, o dëm. Po shpetëm të venin. Po ka dëmë të venin që bllokume. Po ka dëmë të venin që ky që ka marrë që 9 muaj bllokume, do të vazhdojë 1 muaj me bllokume. E kanë bërë që ta njerëz të që s'dojshin me ia votu kryesuesin. Kryetarin e kuvendit. Pse po marrëveshje politike tu më votuar? Po ja vatu. Hajde ka thënë u, pse ni kryetar komunali e ka votuar të ndosja. Jo, nuk e nervoz, ja. Padrecia po nervoz. Raf 5 minuta folës me prejeva. Ja, më ndërhyn këtë ndërhyn. Gjeje një kandidat për kryetar komunali që e ka votuar të ndosja. Gjeje një kryeministër që nuk ka me marrëveshje politike që ka votuar të ndosja. Pse kanë obligim të votojnë? Dojnë marrëveshje politike sepse janë të vogël dhe nuk jalon shajt